Dash musliman, dash katolik. Unë po do të musliman. Jam shqiptar jam. Të hine me njëherë kafeja. Jo, se bajramit. Po, shumë respekt për çdo feje, veç kombin me dashur të familjen. E ti bashkë kahit kështu në Iran, ku Kemi ra 2-3 herë. në Zvicër. Në Zvicër. Kemi ra 2-3 herë. Përshëndetje. Përshëndetje. Sot në qeshën e Prishtinës e kam pyetjen çysh keni kalu për Bajram. Je musliman? Unë jam shka dush. Dash musliman, dash katolik. Unë po do të musliman. Jam shqiptar jam. Ti shqiptar, do me thonë nuk je musliman, apo me nuk kuptoj me kuptova që je Me besim po mendon, me besim ju nuk jam musliman. Nuk je musliman. A ke uru personat e besimit musliman? Ke shoqëni besimit musliman? Patjetër se uroj. Jeni sot në Prishtinë, arsye? Arsyeja kum vizitu një shok Budojevës. Jemi taku. Jeton Kosova, po? Jo, jetoj në Zvicër. E kom ditë. O, vallahi e kom ditë që ti në Zvicër jetë. Lindë rrit në Zvicër. Në Zvicër. Era Zvicërtar. Era çokolada si gjelbër ta që janë. Që so ko keni arë këto? E ka një javë. Të një javë. Do me thonë keni janë Kosovë, edhe ju ka qëllu festa e muslimanëve këto. Edhe, a keni me nejtë për dasmat e sezonës këto? Jo, tash dilën për Bajram këthejnë apet. Kështë, shka na pëtënije? Me festu Bajramin në Zvicër. Me Bajram me festu atje? Gasha po tamë. Ku me të më ata? A ke gjetë nuse? A je martu? I martum. A i martu? Thash zaher ke alë më martu? Ja. E që ato thash po, apo të gucin famnat? Ja. Seriozisht? Ja. Vallahi kështoni qikë Se di, nuk sjanoj menën. Ja. Zera Zvicër jardë. Ja, jem serios, sjanoj menën fort. Për i men, me qka mirësh? Ish më sotuj që në doktor, po në, se vallahi ti shë ka doktor. Ja, pilot. Kush, qka? Pilot? Jo, pasha, ja, kum biznisin tam atje. Oke. Shok të tu po keshen aty për mas teje, po më thëjnë ngoce. Jërë more, këta normal lapjan janë Vallahi ka shka për të dhamë. Lapi, bolli thëjnë vetit që janë dikushi, po s'janë vallahi, duka gjini sonën, Për duka gjinë... A kjo arë për duka gjinit këto, mu ta kumë Prishtinë. Sepse këta lapjan kanë pos punë këto, se këta lapjani, nuk të thirë vish hajde pina kafe në Prishtinë, pa pos kjo dhe naj punë kështo, fërta, me këry. A qështo? Ja, burat mirë jam. Po duka gjini sonën. E lopi. Ja, për lap, mos fol. Lije lapin vend vet, unë po foli për dugaxhin. Dugaxhini janë të besës, janë të fjallës, janë kretë, së kur na qëshina ferizoj, e ka qani ki hani e leza e pjesë, e na qështë si mu kanë dugaxhinit. Për ato pjesë nuk e divesh, për dugaxhin pa tjetër si janë. E valla, po do jev thove për dhe lapi qështu. Po jom rrit me ta, Po lap e ga lap thëj të në hersh, edhe këtë në Zvicër janë. Po. Që janë Zvicër, ajo është jetërsen, a mu paskon Kosovë. O, vallahi, gëshka po të thonë. Që janë Kosovë, lap e galat thoj të na, më strashi për para. E duka gjini po. S'po dojnë, janë se njoni ishi fejum tjetëri i martum, s'po ka qef. Ti në Zvicër, që shetu kali? Mirë, super. Qka ke pru dhurata prej Zvicrës tash? Po s'kam pru se kam gati kërkan këto. Babën e kom vizitu. Dhurata... A ma shumë bje dhurata, a merë dhurata? Dyjat. Dyjat? Ku ka dhurat ma të mirë se me vizitu babën, me kalu ko me babën, s'ka? E vërtet është. Është i të me një bashkë mire ki që to. Ti tha që je bashkë i dugaxhinit, bashkë i cëllit? Jo, na jemi me prejardhe, jemi të Nika i Mërtur, është ona Tropojes, po jemi të ramë në Malsi Gjakovës, do me thonë ndreken e keshe Gjakovë. Këshire, ma në rëj pak, ma në rëj që ta shti. Jo, prejardhe jemi burë, po ta të tregoj. Se unë e Izniq, Prelep, Glogjan. Ani që qasoj one, kokë me ngatë, ko ishi kokë me. Kam shëshni janina. E ti bashkë i kahit kështu të Iram, ku? Kemi ra 2-3 herë. Në Zvicër. Në Zvicër. Kemi ra 2-3 herë. Në aspektin kemi ndru vend, si me ra nuk bim kur. Ja, me ra ka ra. Thoj që ka ra politika. Po ja. Haben.
O, prit njerë. Fal. Thave që kene ra 2-3 herë. Po kemi ndru venin, se s'kemi ra, na nuk dim kur. Jo, se me ra, i Dugaxhinit. E me ra, është e pamëshme. Qashtu. Ajte po që pe di? Ja, përshet, mirë. Çfarë mesazhi ju kishte dhënë gjithë njerëzve kudo që jetojnë edhe që vinë edhe investojnë në Kosovë? Me lon interesin ma shumë, me dosht familjarët ma shumë, kombin ma shumë. A ka hup? Si të hine me njëherë kafeja. Jo, se bajrami. Po, shumë respekt për çdo feje, veç kombin me dosht e familjen. Qato dyja. A ka hup që kja dashnia mes familjes, dashnia mes kombit, dashnia mes... Ka hup edhe s'ka hup, tash interesi bur lakmia na myti lakmia, si dashnia nuk ka hup, po lakmia, interesi. Na i qërëjtë... Ato dikur si janë konë, që ata u konë dashnia pak ma... E, që sa kjo arë në Kosovë, a ke pa në ndryshim prej liberalizimit viza në Kosovë? Ka zëmë vish një ndryshim edhe... Që shkum? Jo, dishka të madhe jo, pak ma shprastin, si shumë rinia ka ndalë, vish jo, dishka ma shumë jo. Në me thonë s'keni pa asë një ndryshim, sepse ne kena vrit një ndryshim. Cilën? Gjdo non, tash ka med vetë sukur ato është gjyna që po thëmë, edhe nashti është shumë e ronë kjo që po thëmë, se ka njëherëm dhe më zemra që e thëmë, kanë med sukur ato shkinat e paraluftës që i metëshin vich vetë, edhe tash nona tona mjerisht kanë med qështu. Unë e para ca dite e kam vizitu një non, e cila i kishte 5 djem e 2 vajza, kreti kishin një këmërgjem, kish med vich vetë këtu. Qëfar mendimi ke për këtë? Mendim jo i mirë, po ka nona si kanë hu 5 djem. Me kanë gjallë, edhe mos me kanë ofër nonës është gjena, për i zote. Ajo zonja thëjke, në kishin ra për liri, kisha shku të varë dhe kisha kajt bashkë me ta. Po i kam gjallë, e i kam hu për gjallë, e thëtë për mytë dhe mali. Shumë kesh. Në më thonë, s'ki fjallë për këto, apo për ep një mesazh njerëzve? Ja, s'kom, nuk jom në qatë pozit me mujtë me thonë ata temen. Po i sholla si bjen asë një nona është me konë largë thmive. Në më thonë, mesazhi ytë është reni pranë prind. Shoki, ju përshëndesi. Kobur, hinë e fell ti. Hinë shumë, e qove kobur me ke mas ditën, ej. Kalusi mira. Qishë mëre? Qishë po të emnin? Uri me fesën. Qishë po të emnin? Jom Nik Mërturi, Nik Biblekaj. Ko Niki je? Ko je o neka je mija? E ju të dashur miq, mos e ndroni asesi, sepse me gjona të mira, me gjona interesante vina për mes ekran shpite juaja dhe bëjmë miq.